Kandidati i Partisë Socialiste për kryetar bashkie në Berat Ervin Ceca ka bërë thirrje qytetarëve të dalin masivisht në votime. Pas hedhjes së votës, në një prononcim për mediat, Ceca u shpreh se është i bindur që qytetarët e Beratit do të bëjnë zgjedhjen e duhur. Bëj thirrje të gjithë qytetarëve të Beratit të bashkojnë këtë proces, të drejtojnë drejt kutyve të votimit dhe të shprehin vullnetin e tyre. Cila është pjesëmarrja juaj? Po më që qytetarët e Beratit do të bëjnë zgjedhjen e tyre. Besoj që do jemi para shumë të njëjtë shifra në të njëjtin rezultat. Faleminderit gjithë. I pyetur për një parashikim të rezultatit, kandidati socialist tha se pret një rezultat të ngjashëm me zgjedhjet e kaluara, ku fitues ishte Ervin Demo me rreth 60% të votave.